Lozës, që unë tani Fashi. Markimi Fashi shumë i mirë, 1-1! 1-1, vetëm 4 minuta, po 3 minuta zgjati. Qyteti Suarikës priti përsëri këtë fundjavë titullin kampion, me Ballkanin që si asnjë skuadër tjetër më parë që pas pranimit të Kosovës në UEFA, arriti të fitonte për të dytin vit radhazi trofeun më të rëndësishëm. Djemtë Ilir Dajës, si një edicion më parë, kishin fituar më herët titullin dhe ndaj Gjilanit ishte një fest për të gjithë qytetin. Rishit e shiut nuk e zbean as pak e entuziazmin e tifozëve që sfiduan motin për të qenë pranë skuadrës në një ditë të veçantë. Një projekt i nisur prej disa vitesh me presidentin Arsim Kabashi, që në rrugën e tij mori nderimin e xhipin në rolin e drejtorit sportiv. Afrimi i trajnerit Ilir Daja dhe një grup lojtarësh të talentuar e bën Ballkanin skuadrën më të suksesshme të 2 viteve të fundit, duke arritur titullin dhe duke shkruar historinë për shkak se për herë të parë një skuadër nga Kosova mori pjesë në grupet e një kompeticioni të UEFA-s. Është një kënaqësi shumë e madhe, ndoshta edhe më shumë se në herën e parë, pasi në herën e parë ishim shumë me befasi se kemi prit asnjëherë për herë të parë në klubin e Ballkanit, e kjo hera dytë ka qenë shumë më mundimshme, po edhe më e mirë dhe më gëzueshme. Çdo gjë më e vështirë është më e ëmbël edhe në futboll. Ka qenë shumë e mundimshme se kemi bërë shumë gabime rrugës, po siç dihet domosdoshmë shumë lojë në Evropë kanë bërë vetën, edhe kemi pas shumë lëndime. Me thonë drejtën kohën e fundit në pranverë, ndoshta edhe një farë më dorëzuam se mendum që s'do t'ja dalim, po dashti Zoti edhe ja dalëm, po shumë e ëmbël. Gjithë kanë dëgjuar për Ballkanin, edhe gjithë e dinë për Ecurinë edhe njerëz të ndryshëm nga bota e futbollit kanë dëgjuar për një ekip kampion nga Kosova, i cili ka bërë histori. Patjetër që në negociata tani me lojtarët është edhe më e lehtë, dhe normal që ato lojtarë që ndoshta kanë qenë ndonjëherë që nuk ke menduar ti shofësh në Kosovë, tani shumë me më lehtësi besoj vinë këtu. Jo vetëm nga suksesi jonë, po duke parë që futbolli i Kosovës po ec përpara nga vit i vit, po zhvillohet, ka seriozitet të madh, ka shumë prezidentë të cilët domethënë kanë investuar në për klube dhe kjo e bën më të lehtë për neve si drejtues. Jam i lumtur që ndodhem në kësi kampionati dhe e vlerësoj shumë këtë kampionat, se çdo vit po bëhet më interesant futbolli i Kosovës dhe sidomos Superliga jonë. Të ka bërë të baj edhe rëngimi i vjetshëm i ekipeve, dalja në Evropë dhe shkura në grupe e Ballkanit me Ilir Dajën, sigurisht që ka zgju kërshëri jo vetëm te ne, po edhe në gjithë Evropën. Më gëzon fakti që ka pas rivalitet, domethënë jo vetëm Ballkani që është dallueshëm, po deri në ndeshjen drejt për drejtë me dritë nuk është ditë kush do të jetë kampioni dhe kur e shohim kështu domethënë janë 3-4 ekipe të Kosovës të cilat janë të barabarta dhe bëjnë kampionatin më interesant. Mbrojtja e titullit është një mision më i vështirë se sa ta fitosh atë, diçka që e pohojnë me plot gojën ata që e realizuan diçka të tillë gjatë një edicioni mjaft të mundimshëm me Ballkanin që luajti mbi 50 ndeshje në të gjitha kompeticionet në një sezon të vetëm. Ta rimarrësh titullin është më e vështirë se sa ta marrësh për herë të parë, pavarësisht se kur mbarojnë këto fitimet e këtyre trofeve e themi këtë gjë, sepse kur starton kampionati mendojmë vetëm që të bëjmë më të mirën e mundshme. Sigurisht që çdo titull ka kënaqësinë e vet, përjetohet si herën e parë dhe kështu që edhe kësaj radhe, pavarësisht se kemi bërë një kampionat çmendur, do thoja për sa i përket numrit të ndeshjeve dhe intensitetit të ndeshjeve, sepse për herë të parë është zhvilluar kampionati botror në periudhën e dimrit. Gjithsesi kemi ruajtur titullin, kemi qenë fitues i Superkupës Kosovës dhe kemi bërë gjithë ato paraqitje të mirë në kalimin e 4 tureve në Conference League dhe arritjen e grupeve të Ligës së Konferencës. Po më me qulirësh një sezon maraton, për shkak se kemi zhvilluar 54 ndeshje që se kemi bërë deri sot edhe 10 fish ka qenë më vështirë me mbrojtë sa me fitu herën e parë, për shkak se pas gjithë atij suksesi që patëm në Europë, detyrimisht është dëshmuam edhe këtë sezon që jemi po ekip e mirë, edhe ka qenë shumë e vështirë me mbrojtë titullin kampion, mirë po
Pas disa gabimeve që i bënëm gjatë rrugës, mendoj që këto 4-5 ndeshjet e fundit e kapëm ritmin edhe fituam kampionatin me shumë merit. Ballkani është mund ta veçoj si një grup i bashkuar me lojtarët, me stafin, me drejtuesit e klubit dhe duke ndihmuar njëri tjetrit kemi arritur këto suksese që i kemi tash, por shpresojmë që edhe në vitet e ardhshme ta tregojmë ende më shumë si në garat europiane, ashtu pse jo ta fitojmë edhe titullin e tretë me radhë. Edicioni i gjatë i Ballkanit ka patur momente shkëlqimi, por dhe sekuenca dobësie. E pikërisht një fitore në Gjilan ndaj Dritës u dha besim te Ballkani se mund t'ia dilnin për të ruajtur kurorën e kampionit, pavarësisht se kishin mbetur pas në rënditje. Aty ku menduam që do të vazhdonim garonim prap fort për titull, ishte ajo kthesë që bëm pas disa rezultateve jo të mira dhe kur ekipi rikapi formën e vet më të mirë dhe për të ardhur deri në këtë moment që jemi tani bashkë duke festuar titullin e dytë radhës. Heronjtë kryesor janë futbollistët, kam pasur një grup futbollistësh jo vetëm në drejtim të cilësive të mirë, goxhat mira individuale, por me një kohezion shumë mirë si grup. Do të thoja investimet që ka bërë presidenti bashkë me familjen e tij, sepse në fund fare ka krijuar një grup me këto lojtarë dhe me këto djemë shumë mirë. Stafit teknik, duke filluar që nga unë deri tek ai që quhet më i riu në stafin ton, që ka të njëjtën mbiemër, dhe do të thoja suporti që na kanë dhënë tifozët dhe është një qytet i mrekullueshëm, sepse asnjëherë nuk na kanë vënë presion, por na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës edhe në këtu në Suarek edhe jashtë në transfer. Ka qenë një vit i vështirë, por ndeshja mendoj kryesore ka qenë ndeshja me Dritën, e cila atje në Gjilan e kemi fituar dhe kemi pas një bindje gjithë si ekip nga kryesia, nga trajneri që do shpallemi jo kampionat lojë, por mendojmë që nëse fitonim atë ndeshje do ishte mundësia më e madhe për të shpallë kampion. Stadiumi Suarekës është modest krahasuar me nivelin e skuadrës. Presidenti i Ballkanit Arsim Kabashi, por dhe numri 1 i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, janë besim plot se dhe mendimin e qeverisë, Ballkani do të ketë një stadium të ri shumë shpejt. Qysh në fillim të rrugtimit, kër kemi marrë klubin, kemi pas projektin, edhe kemi projektin, po siç di domethënë hyni faza pandemisë dhe kriza globale na ka bërë që mos zbrops, po do shohim jemi në atë rrugë dhe patjetër se nëse dojmë me ecë përpara duhet që ta rregullojmë edhe infrastrukturën, edhe shteti do të besoj që do të na ndihmojë edhe komuna, kryetari është të bënd të pamundshme për me në rregullu infrastrukturën. Po nëse dojmë me ecë si klub, edhe na, edhe në klube tjera në Kosovë, duhet patjetër ta rregullojmë infrastrukturën, sikur që është në Shqipëri, domethënë që është shumë më mirë se tek ne. Tani këto nuk varen prej nesh, po sa i përket federatës sigurisht do ta ketë. Nëse janë të gatshëm komuna ta bëjnë një tokë dhe ministria siç e kemi bërë memorandum të përbashkët, federata në çdo stadion është me pjesëmarrjen e vet çdo herë. Xhebrejlat kanë qenë bashkëudhëtar të pandarë me skuadrën, duke mbështetur gjatë gjithë këtij edicioni. Mirënjohja për tifozët e skuadrës së Ballkanit nuk mungon as nga ata që kanë dhënë kontributin e tyre në fushën e lojës. Në veçanti duhet të uroj edhe atyve titullin, duke edhe se ata gjatë gjithë sezonës na kanë mbështetur, sidomos edhe qytetarët e Suarekës dhe gjithë futbollit Kosovës i kemi dhënë një frymë të re dhe kemi treguar vlerat tona si në garat europiane. Por i shpresoj që edhe në këtë vit ta tregojmë ende më shumë në garat europiane pasi kemi sadopak përvojën e vitit kaluar. Tifozat jemi pas kudo mbështetje, janë lojtarët 12 joni, mendoj që gjithë jemi të lumtur, po ato sot janë akoma dhe më të lumtur sepse viti i dytë kampion, mendoj që edhe ato e shijojnë më shumë se ne. Por mendoj që për Xhebrailat në arenën ndërkombëtare besoj që do bëjmë diçka më mirë, kurse për vitin tjetër shpresoj që të arrijmë këto rezultate dhe pse jo prapë ta mbrojmë titullin e kampionit. Ky edicion ka qenë sa i vështirë aq edhe i bukur, me disa prej protagonistëve që rrëfejnë emocionet e një titulli që për mënyrën se si u arrit dhe rrugën që u përshkrua shijon shumë.
Ballkani është një klub i shumë i mirë organizuar, është Ballkani, na jemi si grup shumë i mirë, ato njerëzit Suareko është shumë i mirë, se nuk flas tash për sukses. Normal kur ki sukses çdo gjë është mirë. Unë e fol se para 3-4 vjet nuk kemi kap, momenti fundit kemi hup titull, kemi hup daljen në Europë, kemi hup final kupa. Apet kemi vazhdu, nuk dorëzo as presidenti, as lojtarë, edhe tash këto 2 vjet fundit na ktheu çdo gjë. Ballkani është synimi gjithmonë trofeja. Tash që kam thonë, na duhet një pushim patjetër. Tani në Europë provojmë me bë suksesi si viti me kalum. Jam shumë kënaqur që kam ndihmuar ekipin rreth objektivit për titull kampion dhe shpresoj që në garat europiane ta paraqesim veten jashtëzakonisht mirë, që pse jo të mos përsëritim suksesin e vitit të kaluar. Pres nga vetja që të paraqitem mirë në garat europiane dhe së dyti janë duke punuar jashtëzakonisht shumë babi dhe menaxheri për këtë punë në transferet dhe nuk i dihet të shohim në këtë afat kalimtar se a do të jem këtu apo do të vazhdoj dikun në Europë. Është një sezon shumë i vështirë, e kam nisë me atë dëmtimin, po shqyr Zotit gjeta forcën e gjitha dhe më riktheva në fushë edhe më i fortë. Edhe më vjen mirë dhe jam i lumtur që e mbylla me trofe kampion edhe si shteti viti 3 radhës që mos e prishim dhe këtë radhitje. Ballkani synon që të arrijë sërish në grupet e një kompeticioni të UEFA-s me shpresën për të vijuar rrugtimin magjik që ka nisur për të bërë skuadra dominuese në futbollin e Kosovës. Që kur kemi filluar këtë domethënë me Ballkanin këtu, ideja ka qenë që ta bëjmë ashtu një Skënderbej siç ka funksionuar dhe sa i suksesshëm ka qenë. Shpresojmë që me këtë mbrojtjen e titullit kampion, besojmë që do të kapim tani një cikull dhe do të tentojmë të bëjmë të kemi një ecuri sa më të gjatë çdo vit në Evropë dhe normal me titull jemi stabil në çdo aspekt dhe besoj që kur e ke stabilitetin edhe financiar edhe stabilitet domethënë edhe në punë edhe me trajner edhe me lojtar, besoj që rezultatet nuk mungojnë. Kështu që e them, shpresojmë që të vazhdojmë me këto hapa edhe inshallah na shkon sa më gjatë. Profesori Ler ndoshta më thonë që ka shumë meritje më të mëdha për rrugtimin tonë në Europë, për shkak se është një trajner që e ka shkelat rrugë më herët edhe na ka treguar se si duhet. Është një merit shumë e madhe e tij. Javës që kaloi fituam titullin dhe po e ngacmoja profesorin. Tash profe na ka ngel të provojmë grupet e Champions League-s. Teja tash në formë batutës, po që ne do ta provojmë. E kemi marrë mësimin, sidomos disa edhe profesorë edhe unë edhe Gripshi që ka qenë pjesë e Skënderbejut, e dim se çfarë do të futesh në grupe. O Champions është, e dim se është e vështirë, po paktën Europa Ligën ose Conference Ligën pse jo ta provojmë prapë. Kemi një grup tash fantastik dhe besoj që deri në fund do të angazhohemi dhe çfarë do të sjellë pasaj edhe fakti. Me suksesin e arritur edicionin e shkuar në Europë, tani nga Ballkani presim të gjithë që të na bëjë sërish të krenar për të përsëritur vetveten e të bëjë të flitet shqip në nivelet më të larta të futbollit evropian.